Emër të Partisë Demokratike të Kosovës qartësova që pika e vetme e rendit të ditës që mund të trajtojmë ne si kryesi e re është thirrja e seancës së re plenare për të votuar ose mos votuar qeverinë e re. Çdo gjë tjetër është shkelje e ligjit, është shkelje e kushtetutës. Ne nuk guxojmë të simulojmë normalitet. Kosova nuk është në një situatë normale, sikurse që nuk guxojmë t'ja lejojmë vetës që të miremi me zgjidhje të pjesshme. Kosova është në krizë, ka nevojë për institucione, takimi tek presidentja është nesër, më mirë vonë se kurrë, dhe besojmë që liderët politik aty do të konfirmojnë. A ka shumicë të re parlamentare apo do të shkojmë në zgjedhje të reja. Edhe njerë, faleminderit shumë për punën. Po? Sa i përket të takimit të ditës së nesër. Do të merr pjesë. Nuk po them asgjë të re, po besoj, vetëm po konfirmoj që kryetari Krasniqi patjetër që do të merr pjesë. Ne kemi kërkuar menjëherë pas seancës së ditës së diel që të mbahet ky takim. Kosova nuk ka kohë për të humbur. Nuk e kemi as edhe një ditë për të humbur. Është e qartë që nuk ka shumicë të re parlamentare, nuk kemi nevojë për taktizime. Vendi ka nevojë për institucione dhe është e qartë që ky kuvend nuk po arrin të formojë një shumicë të re. Duhet të shkojmë në zgjedhje e më pas të ballafaqohemi me sfidat e mëdha që i ka qytetari i Republikës së Kosovës. Tash sa muaj ne flasim për procedura, për formalitete, për emrat të përvetshëm e nuk flasim për hallet e mëdha të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kënd e mbikëqyr ky parlament? Kush është qeveria? I njëjti njeri që don me ta sjell buxhetin është edhe ministër edhe deputat. Domethënë nuk do të lejojmë që me vetdije të shkelet kushtetuta e Republikës së Kosovës. Dhe po besojmë që nesër liderët politik do të arrijnë që të pajtohen që në rast se nuk e ka shumicën asnjëri, sa më parë të shkojmë në zgjedhje të reja.